recetin e sot do të bëjmë tavë me patate. Në fillim do të hedhim do të marrim disa patate dhe 2 karrota. Do t'i prejmë gjysma dhe do t'i shplajmë mirë. Pastaj do t'i hedhim ujë të nxehtë dhe do t'i ziejmë. Dhe do t'i lejmë për disa minuta. Do t'i lejmë për disa minuta dhe do t'i shikojmë nëse janë të buta me një përën ose me një shkoll. Do t'i fusim nëse futet shumë shpejt, atëherë patatet janë bërë. Nëse nuk futet, bie që patatet nuk janë bërë, sepse kjo është shërbim që kur të bëhet në tavë, të bëhet akoma më shpejt. Tash patatet janë gati. Janë vendosur edhe këtë. Opa, u fut me një herë. Jo, si prov, u futa. Janë bërë gati. Dhe ti hish. E kemi hishur ujti patatëve dhe karrotave. Dhe do t'i gryjmë një gjysmë qepe. Tash e hedhim dhe patate. Marri kripën, pipirin, dhe edhe pipiret që na pëlqejnë neve. Dhe qik. Se të shumë pipirit, edhe dhe krip. Dhe marrim ajnë. Opa, s'ka së prekap. Ja, afton. Do shpende. Hedhin dhe gjalpin. Pa gjalp, jo shumë. Dhe qik. Hedhim disa copa mish. I zirë, mish të zirë. Mishi. Hishur bardh. Dhe tash i përzi mirë përbërësit. Që ato të hapen odor edhe në përmjeshra. Ashtu si tash. E fusim në zjarr tavën e mishit, e lëm për 20 minuta dhe gradacionin gjeri 45 gradë. Rrën nga fora dhe ta provojmë mirë. Është e shijshme. S'ka ngjitur pak. Ka dalë super. Edhe provoj. Sa shijshme. Ai kush e ka provuar këtë recetë, besoj që do t'i pëlqejë. Kjo recetë.